sot dua që t'ju flas për një ngjarje që më ka lënë komplet pa fjalë dhe më ka tronditur tej mase kur kam parë një video në YouTube. Është një nga ato ngjarje që nuk ka të bëjë fare as me politikë as me gjë tjetër, por ka të bëjë me fëmijë 9 vjeçar brenda një klase shkolle. E kuptoni ju se çfarë ka ndodhur apo se kuptoni më? Prindrit çojnë fëmijët e tyre të vegjël në shkollë për të bërë njerëz më të mirë në jetë, por aty është një mësuese e cila i bullizon dhe i mëson fjalët më të poshta që ka fjalori shqiptar. Unë e di shumë mirë që në shkollat tona ka shumë fëmijë që nuk shkojnë për të mësuar dhe aplasin shpirtin dhe buzën mësuesve të tyre, por ti thuash fëmijëve të vegjël, idiot, kafsh apo zhurca, nuk është thjesht një formë bullizmi, por është një formë dhune që le pasoja shumë të thella. Sipas policisë së Kamzës, mësuesja 58 vjeçare, të cilës nuk po ja themi emrin për arsye etike në këtë video, është shpallur në kërkim nga komisariati numër 5. Tani, nëse mësuesja ka qenë e ndershme dhe nuk ka bërë asgjë të keqe, përse sot nuk është paraqitur në punë dhe është shpallur në kërkim? Apo ka parë videon të emisioni investigativ dhe sot është mqefur? Nuk dihet saktësisht se sa kohë ka që kjo mësuese bullizon fëmijët e klasës së vet, por derisa kjo gjë ka vajtur në veshin e gazetarëve investigativ, do të thotë që kjo gjë ka disa kohë që bëhet.